ndalohet hyrja për të gjithë ne të tjerët, sepse pas asaj dere ndodh mrekullia. Të gjitha ato gatime të shijshme që serviren në tryezat tona dhe që i lën njerëzit gjithmonë me një buzëqeshje në fund, kanë nga pas një punë kolosale dhe mjeshtëri në identitetin e disa personave të cilët punojnë shumë gjatë, edhe në temperatura shumë të larta, vetëm për t'i ofruar njerëzve të gjithë dashurinë dhe përkushtimin që mbar ushqimi. Do të flasim me Vidën. Nuk është thjesht një kuzhiniere apo një krye kuzhiniere, por është një personalitet mjaft i veçantë për Ishull Shëngjinin, për gjithë ata që vinë këtu në restorant dhe ata që provojnë gatimet e saj. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se të gjej. Mirë se vjen. Tani kuzhiniere kaq simpatike, të lyer, të rregulluar, s'para më zën syt, apo të kam kapur në moment të mirë? Më ke kapur në moment të mirë. Faleminderit për komplimentin. Tani të bëjmë një xhiro rreth restorantit. Restoranti që punon ti quhet? Stomi Restorant. Se ka këtë emër? Sepse është në atë kohën e përpashme ka pasar deti, me ranë edhe ka pas formu një stom këtu, edhe për atë arsye quhet Stomi Restorant. Stomi, për gjithë ata që se kuptojnë, është një pjesë e ngritur me rër? Po, edhe e rregulluar nga pronarët e tanë. Duhet theksuar në fakt që këtu në Ishull Shëngjin ne kemi një pamje fantastike të kopshit dhe më pas të lagunës. Të gjitha produktet janë bio. Po, bio, të detit, të gatuar me shumë dashuri dhe cilësi së parë. Vida, unë kur pyeta se kush ka gatuar në këtë restorant, edhe ajo elegancë që ishte jo vetëm një shije unike prodhimeve të detit, por deri në detaje e kuruar, pashtu edhe për syrin, më thanë që është shefja. Edhe kjo ndodh pak sa rrallë, është e vërteta, sepse ka më shumë shefa kuzhinash, më tepër në restorante që kanë shumë fluks, sidomos në sezonin veror. Ka qenë një dëshirë jotja e hershme për të bërë kuzhiniere, apo ka nisur vonë? Na trego pak këtë historinë tënde të bukur. Dëshira ime për të qenë kuzhiniere ka qenë gjithmonë, por ka nisur vonë edhe nga mundësitë që mund të ketë njeriu në jetë, që për të sjellë jeta. Unë kam filluar punën time këtu si sanitare. Si sanitare, si ato, si historitë amerikane. E kam filluar punën si sanitare dhe kam punuar me shumë orë të zgjatura këtu. Sa punoja? Punoja 16 orë, 2 turnash. Ishte dëshire jotja apo e shtyr nga probleme ekonomike? Ishte edhe dëshire ime. Kisha shumë dëshirë që punoja jashtë si sanitare, kur shifsha kuzhinierë dhe shefat që ishin aty, kisha zanatin. Kisha shumë frymëzohesha. Frymëzohesha. Ashtu ë? Sinqerisht frymëzohesha. Edhe komunikoje me ta, i jepjen ndonjëherë ato idetë tua se si duhet gatuane? Komunikoja gjithmonë me ta, nuk i leja kur mbalt, gjithmonë isha një krah që një dëshirë që mund ta bëjmë, a thu mundem ta bëj unë, se mos mesim kur kishim fluks që mos mesim mbalt, që a thu mundem ta bëj unë, t'ju jepsha një ndihmë që të dilte puna sa më mirë dhe sa më e pastër dhe më e bukur. Tani, por prandaj thonë që duhet të punosh për emrin, në më pas të emri punon për ty, edhe të punosh realisht me idenë që po bën diçka të madhe për veten, edhe jo për vendin, sepse shumë e kesh kuptojnë në fakt. Orët e zgjatura të punës ndonjëherë i marrin thjesht si shërbim ndaj të tjerëve, po jo ndaj eksperiencës së tyre. Ti u shpërbleve, kjo më pëlqen shumë, ti nuk u shpërbleve as monetarisht, edhe nuk t'u premtua diçka shumë e madhe. Ty t'u tha që ti do jesh dikushi, pas disa vitesh, por ti do nisësh të studiosh. Po, me thirrë Ibrahimi një moment. Ibrahimi është shefi yt? Po, shefi. Me thirrë me thot Vida, unë kam një plan për ty, thot, që pse shoh një të ardhmë, thot tek ti dhe do të jap thot një shkollë kuzhine. Si erdhi ky lajm ty? Të them drejtën, më erdhi çik si habitshëm, ishte momenti që i thash unë nuk jam gati, i herë. Pastaj me tha ti del dhe punon shumë fort, më tha mu, dhe e arrin që dhe imi ta, nuk kam besim tek ti, më tha mu. Po ëndra thonë, nëse nuk të trembi, nuk janë mjaftueshëm të mëdha. Edhe të trembi bëse kjo ëndër në fillim. Nuk me trembi, por thjesht Patë stepje. Po. Po familja, çfarë tha, që ti pas të 30-ve, pas i kishe edhe 2 fëmijë, do nisi një shkollë kuzhine për të vazhduar një karrierë? Ishin e pro ata apo jo? Pro, ishin shumë pro, me dhanë shumë kurajo dhe vazhdova, jam
këtu që jam sot, si thënë, ishte Brahimi, ai që më dha kurajën më të madhe, kjo familje që unë jam sot, falë tyre, jam këtu që jam sot. Kam punuar me shumë dashuri, me shumë pasion, pa prituar marrë në punë, them, kam marrë me shumë dëshirë. Kur punon me pasion, nuk të duket si kur punon. Edhe Brahimi ka qenë njeriu që ka bërë kthesën kyçe në jetën tënde, edhe duhet thënë që zhguri themeltar i gjithë karrierës tënde edhe jo ëndrave të tua, se do kishte mbetur një zonjë që gatuan në shtëpi për pasion, po jo një shefe në detyrë. Si janë këto vitet të tua që ke bisupe, se ke fol vetëm për dashurinë deri tani, po përgjegjësia për t'i dalë ballë njerëzve që ata të jenë të kënaqur me gatimet e tua? Nuk është se kam frikë. Jo, as pak, nuk kam frikë. Vime, thash, unë nuk kam frikë, e bëj me shumë pasion, nuk i frikson punës që bëjnë. Dua që çdo gjë të më dalë sa më mirë. Jam i qik luftarake. Dukesh. Punoj shumë. Por sa orë punon? 12 orë. 12 orë. Punoj nga ora 11 e mëngjesit deri 11 të darkës, mbyllje. Je strikte? Patjetër. Shumë, po. Ushqimi që të merr më shumë kohë dhe përkushtim, por që ti e bën me dashurinë më unike, që me atë krenohesh me patjetër. Thua, kjo i përket vidës. Unë të them drejten, jo krenohem gjithave. Për një që e ke për zemër? Për zemër është krudoja. Krudoja, edhe linguinet, pastat. Mendoj që krudon e ke, sepse krudoja kërkon një shije dhe një sy shumë të hollë. Një pikë vaj më shumë t'i hedhësh, si kur ikën ai lezeti. Normal. Atë jo, gjitha i bëj me pasion, gjitha me dashuri, pastat krudoja, mishi, edhe mishi më pëlqen ta gëtuaj shumë. Kërkojnë klientët të takojnë shpesh? Po me raste. Po kur marrin veshje një grua që mbush ato trueza gjigante, çfarë thonë? Se ne jemi mësuar që gatuan nëna edhe femra përgjithsisht gatuan mirë, po në për restorante, në për kuzhina është shefi. Habiten. Çfarë thonë zakonisht? Ma shumë mi tregojnë kamarierja, shefja sallës, mi tregojnë çfarë thonë klientat, se nuk dalë shumë në për sallë. Komplimenti, mi jep komplimente, të vjen në kuzhinë më thotë komplimente, vide ishin shumë të kënaqur, fantastike, pa fjalë. Ti ke arritur suksesin tënd dhe të bësh realitet ëndrat e tua dhe të punosh çdo ditë si t'ishte dita e parë, me të njëjtin përkushtim zotësi dhe pasion, edhe me këtë pamje fantastike që e rrethon këtë restorant, cili është sekreti yt dhe mesazhi për gjithë ata që duan dhe mendojnë që janë vonë për ëndrat e tyre, mendojnë ndoshta që janë të ngecur, ti që ja ke dalë. Kur ke nisur sanitare dhe punoj 16 orë në ditë. Kur nuk është vonë të realizosh ëndrat, të bësh diçka të bukur, mosha nuk ka të bëjë fare. Vetëm kesh zemra, guximi, pasioni dhe dashuria për çdo gjë, për çdo punë që ke dëshirë ta bësh. Sa më shumë suksese dhe shumë dashuri, sepse nga stomaku vjen dashuria, kjo është një vërtet absolute dhe faleminderit shumë. E ku ka më bukur se të ndjesh këtë flad veror, i cili duket sikur të përkëdhel si një përshafim. Është fladi që vjen si një erë ngrohtë nga Laguna e Kunës, një prej lagunave me biodiversitetin më të lartë në Shqipëri, me shumë lloje shpendësh, por gjithashtu dhe gjallesash ujore. Është interesante të shohësh në fakt vende të ngritura të cilët presin turizmin në të gjitha anët e tyre dhe i japin prekjen e vërtet me natyrën, ashtu siç edhe unë tani këtu në këtë pjesë të gjelbëruar nga bari, po bëj pak grounding, do bëm dhe unë si australianët që ecin vetëm zbathur, për të qenë mirë me shëndetin mendor dhe për të larguar të gjitha energjit negative. Por, energjit pozitive vijnë nga njerëzit punëtor, nga njerëzit e denj dhe ata që mundohen e lodhen çdo ditë për të sjellë më të mirën pranë kujdo. Do të kemi një takim shumë të veçantë me një zonjë të përshëndes. Përshëndetje, mirë se erdhët. Si jeni? Tani ti përveç se je shumë kinge. Faleminderit shumë. Faleminderit. Je dhe shefe e sallës. Po. Çfarë do të thotë ky profesion
kaq impenjativ që të jesh gjithmonë në lëvizje dhe të vësh pikat mbi se njerëzit, njëri mërzitet, tjetri ka vrap, tjetri do ftohet. Normal. Me thënë drejtën, më pëlqen puna, e bëj me shumë pasion, edhe më pëlqen ky komunikimi me njerëzit që njëri ka vap, tjetri don të, dhe gjithkuj mund t'i them po të gjithëve dhe çdo gjë në fund realizohet dhe deri diku gjithë janë të kënaqur. Tani ti me këtë buzëqeshjen e bukur tani i bën ata të harrojnë pak hallet, mendoj unë. Faleminderit. Ky është ajo gjëja që ndoshta mua më karakterizon shumë, buzëqeshja, që kam është vetë natyra ime kështu, dhe që njerëzve besoj ju pëlqen dhe janë të kënaqur me këtë gjë. Dhe normal që mundohem ta përcjell të gjithë klientët që vinë këtu. Mareta, çfarë ju bën njerëzve më shumë përshtypje kur vinë këtu për herë të parë, sepse ata vinë në Shëngjin për detin, po vinë për atë rrugët të bukura, po shkojnë pak në Velipoj më pas, për qytetin e Lezhës, dhe pastaj kuptojnë që këtu ka dhe laguna, sepse laguna ka një tjetër qasje, është pak është më e thellë në atë që sjell. A është më tepër që ju pastaj shërbeni ushqime të mira, të freskëta? Gjithmonë kur njerëzit vinë këtu për herë të parë që zbërjesin këtu dhe shikojnë këtë pamje, janë gjithë mahnitur. Wow. Si të huaj, si kosovarët, gjithë ata që vinë këtu, që vinë për herë të parë dhe shohin, wow, bëjnë një uvë të madh, dhe është një komplimenti më i madh që marrim, i fjalë për ambientin, për gjelbrimin, pa lënë brapa dhe ushqimin normal sepse është më kryesorja dhe në fund ditës gjithë do hanë, edhe po... Çfarë kanë më të preferuarat dhe për çfarë pyesin më shumë, për çfarë janë kurioz? Për shkak sa të bukura këto tavolina tu për çifte, vin shumë çifte besoj këtu. Po, shumë çifte dhe megjithëse bëjmë dhe shumë organizime, dasma festa, ditëlindje, propozime, kemi bërë shumë evente, edhe çdo gjë që shohin shumë gjëra dhe pyesin, "Ua, sa e kemi pak të sa bukur e bëni dhe këtë?" Po, çdo gjë bëjmë këtu, është çdo gjë realizojmë. Çdo gjë dhe duket bukur. Ti për çfarë kujdesesh me më shumë dashuri? O zot, apo nuk kemi këtë makinën këtu mbrapa, klasike italiane? Këtë makinën e kemi kështu për dekor edhe për foto, më shumë që gjithë që vinë këtu nuk ka njëri që nuk bën foto, janë shumë fokusuar tek fotot. Pastaj mua më pëlqen që të kujdesem për çdo gjë. Për çdo gjë. Më rrallë të parë, jam shumë e fiksuar tek kur vin klientë që unë duhet të jetë çdo gjë perfekte dhe çdo gjë që t'ju rri aty te kryti dhe në fund ti pyes se si u duk, dhe kur mua më thonë që ka qenë çdo gjë mirë, edhe ka qenë çdo gjë fantastike, unë nuk e di, po ndjej një kënaqësi shumë të madhe dhe kjo gjë më pëlqen jashtëmase. Kur marr një kompliment pozitiv. Me tekanjozët si Adel për post buzëqeshjes. Me tekanjozët është ajo shprehja që klienti ka gjithmonë të drejtë dhe kur nuk ka, gjithsesi është ajo pjesa që okay, ke të drejtë. Prapse prap, po dhe gjithsesi do e gjejmë zgjidhje. Ke gjetur anë këtij zanati. Patjetër, po duhet, nuk ke ç'a më bë. Kjo ura këtu të çon drejt asaj pikës bukur atje është dhe zemra, besoj kjo është rruga drejt dashurisë të çifteve. Po, këtu ka shumë çifte që kalojnë dhe shkojnë e bëjnë atë propozime të gjëra romantike dhe gjërat e bukura që ndodhin. Kjo është ura e... Ne ta shohim ura e dashurisë. Pse jo? Po, pse jo? Është shumë bukur. Nishull Shëngjin. Shumë bukur. Memoriali vendvarimit të Gjergj Kastriot Skënderbeut në Lezhë është vizituar nga rreth 15.000 turistë vetëm në 6 muaj të parë të këtij viti, duke mbetur një nga destinacionet më të rëndësishme të turizmit historik dhe kulturor në vend. Përgjegjësi i trashëgimisë kulturore në Lezhë, Paulin Zefi thotë se pjesa më e madhe e vizitorëve janë shqiptar nga Kosova, por vjet re edhe një rritje e numrit të turistëve nga SBA dhe Anglia. Nga viti në vit ka shënohet rritje. Sidomos nuk përmendim vizitorët nga Shqipëria dhe Kosova, se kanë qenë gjithmonë, por kryesisht të huaj.
vjet dhe par vjet shumica kanë qenë nga Izraelit. Si vjet kemi një shtim të jashtëzakonshëm vizitorëve nga SBA dhe nga Anglia, janë pothuajse në garë. Dhe muajt e parë të vitit kanë qenë deri në muajin prill, 4 muajin e parë kanë qenë pjesa më e madhe të huajve kanë qenë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa në muajin maj kemi mbyllur kryesisht me turistë nga Britania e Madhe. Nëse mund ta përmbledh në total, deri tani janë rreth 15.000 njerëz që kanë vizituar memorialin. Zefi thosë se turistët e huaj shfaqin interes të veçantë për historinë e Shqipërisë dhe figurën e heroit kombëtar. Sipas tij, veçanërisht vizitorët gjerman vinë të mirë informuar pasi kanë lexuar më parë për vendin tonë. Gjermanët vinë të informuar, lexojnë shumë përpara se të vinë, edhe mënyra se si pyesin, pyetje çfarë të bëjnë, pyetje pikante, thotë se janë shumë të informuar mbi jetën dhe veprën e heroit tonë kombëtar dhe ndërkombëtar, do të thënë Gjergj Kastoti Skënderbeu. Këto dallojnë nga gjithë turistët e tjerë. Ata mahniten kur mësojnë për rolin që Gjergj Kastoti Skënderbeu ka luajtur në mbrojtjen e Europës perëndimore nga pushtimi osman. Ato mahniten nga roli që ka luajtur Gjergj Kastoti Skënderbeu në shpëtimin e Europës perëndimore nga pushtimi osman, por në njëjtën kohë edhe bëjnë pyetje edhe në lidhje me aktualitetin. Edhe ato pyesin vetë, a kanë qenë bashkëdhetar tonë, sa vete kanë vizituar si vetë nga vendi jonë. Një interes të veçantë sipas Zefit tregojnë edhe vizitorët polak, të cilët nuk vinë vetëm si turistë. Polakët nuk vinë thjesht si turistë, polakët vinë për ta studiuar si vend. Vetëm vitin e kaluar kanë blerë 200 apartamente në Shëngjin, në shtetin polak. Çka do thotë kjo? Do thotë se nuk janë vetëm turistë përkohshëm, vizitorë se shkojnë në plazh edhe për turizëm kulturor se vinë vizitojnë monumentet dhe largohen për 2-3 ditë ose një javë maksimumi. Këto po vendosin të investojnë, pra, po blejnë apartamente. Një pjesë e tyre ka dhe italianë që kanë hapur dhe restorante në Shëngjin. Pra, po e studiojnë terrenin. Nuk vinë thjesht si turistë, po vinë tashmë edhe si biznesmen. Përveç memorialit, turistët shprehin dëshirën për të vizituar edhe muzeet dhe objektet e tjera të trashëgimisë kulturore në Lezhë. Atëherë, përveç memorialit dhe vendvarrimit, kërkojnë vizitojnë muzet. Kemi 2 muze, i fundit është hapur me 18 dhe kemi hapur 18 maj të muajit kaluar. Pra, ndërsa përveç muzeut etnografik arkeologjik, duhet të vizitojnë kështjellën mesetare të qytetit, po ashtu edhe kishat mesetare. Kisha e Zues Nunçiatës se kisha Domlleshit në lagjen Nën Tereza përballë Matandrinit përballë memorialit vendvarrimit Skënderbeu. Edhe të tërheqë jashtëzakonisht shumë vizitorë. Është cilësuar edhe në rrjetet sociale që është bërë shumë i famshëm si një nga vendet më unike të Shëngjinit, duke qenë se kamperat edhe çdo gjë që vjen urlotat, por edhe kampet e ngritura dhe mënyra se si bëhet plazh këtu është shumë unike dhe derisa kam parë unë tani janë vetëm të huaj. Nga janë kryesisht turistët edhe pse pikërisht kjo zonë ka marrë këtë iniciativë kaq të bukur për të qenë shumë pro turizmit kryesisht aty të huaj. Të fillojmë nga e para, nga pyetja, nga janë turistat. Turistat janë nga gjithë vendet e botës. E kam thënë gjithmonë. Po kryesojnë gjermanët, si gjithmonë, austriak, Holanda, Franca, nga Australia, nga Vietnami, Kina. Po, më duket se i ke zënë dhe miq tani se janë gjithë duke të bërë video në këto momente. Ti po dallesh, po më janë bërë si shtëpis tash, ja kupton. Do të kanë kohë, kanë tash 3 muaj që janë me mua. Vinë 3 muaj me ty? Po ata që kanë kohë, ata që nuk kanë obligime për sezonin e verës, të arrijnë me mua, janë gjithmonë ndjekun çdo lloj hapi, ta kupton, kanë qef. Të ndjekin në çdo lloj hapi. Më shpjego pak një turist që vjen nga një vend i huaj, si e kalon ditën duke qëndruar në komoditetin dhe në lidhjen e drejt për drejt me natyrën, detin, malin, pak më tutje, më pas qytetrimin patjetër në Shëngjin. Si është kjo harmoni e krijuar ndër këta njerëz të cilët vinë nga një vend i zhurmshëm kryesisht edhe gjejnë këtë paqen në Shqipëri? Kjo është një Wild West për ta.
për të hujt. Ti po më shef tani tonajt me ty, po unë nuk rrija si herë. Unë jam gjithmonë në aksion, në det, në mal, në fush, unë ja traktoj këta turista. Pra ne ky vend është mush plot me... I tërheqe dhe argëton, ë? Po, s'bëhet fjalë. Humor ju bën? As bëhet fjalë, të tana, gjitha gjanat. Po pavarësisht ti mos mendo se para sa viteve kja zonë të nuk ka në ardhur turista të huj me kampra. Mund të kenë ardhur turista me vizitura në Hellën, po jo me kampra për mu venos këtu. Në momentin që unë lëviza erdha këtu, unë i kam gjithkund me veten ku do të shkoj. Pa me hyt shofish review-tin kudo, a kupton? Aty flitet Mario, ma kanë ndrollu emrin, ma kanë vënë emrin Super Mario tash. Super Mario. Mirë, Super Mario i këtij vendi, a është ti je një nga turistët, pra je një prej tyre, duhet është një këshill, po themi, i atyre njerëzve të cilët dua të ngrenë një ide të tyre. Absolutisht që jam. Edhe kam filluar tash edhe me ndrolli fije lukun, mu duk si ato se dikur i kam pas flokë të shkurta, ka tash kam nis mi rriti fije flokët. Edhe muzika që dëgjon. Mirë, cila është ndoshta eksperienca më e veçantë që ose përvoja që ndajnë dhe marrin dhe më pas ndajnë nga kudo që vinë këta turistë botror, nga Rana e Hedhun, nga Shëngjini dhe nga Bukuritë shqiptare. Rana e Hedhun është një kryevepër. Ta marrin çfarë të jetë më e mira kësaj zolet. Më e mira kësaj zolet është mikpritja. Ta mikpritjen e kanë që na ja japim, nuk ja u kursej mikpritjen. Bësh njësh me ta. Bravo. Edhe këta kur ikin, na kena pak problem se mund bëhet mishi kokër si thëmë na. Këta çajin para se me ik. Vërtet. Po për zotin. Këta një javë thonë do na mi ik, mas një javë e kanë menuar dhe thonë jo, thot, po rrim edhe i ditë edhe shkojnë edhe një javë tjetër, mas një javë fillojnë të çajin edhe një javë dhe atëherë ikin. Po prapë se prapë vinë prapë. Mos i ke bërë ndonjë magjik ti vendi. Noshta nuk e di, noshta e kam pa dashje. Po kam turista që kanë ardhur edhe 5 herë për një sezon. Për një sezon. Për një sezon kanë ardhur me vizitu Shqipërinë, kanë ardhur tu, kanë ikë dhe janë kthy prapë tonë. Na pëlqen, nina si në shtëpi. Është shtëpia holiday in holiday thot, pushime në pushime thot. Pushim në pushime, a kupton? Ktu janë të pushu kur janë në pushime. Kështu e çoj. Trajton si pjesë tënde dhe të shtëpisë tënde, një shtëpi e madhe e Super Marios. Ndërkohë tashmë Super Mario ne ç'do bëjmë? Do shëtisim ande me varg? Tash do shëtisim, do bëjmë një pjesë të vogël, shumë pak të vogël çfarë unë baj për ditë me turistat. Thjesht një gjanë më të vogël. Ne kuptojmë nëse je vërtet aq i mirë, sa ç'të bëjnë. Tash ju rradhën tjetër keni bërë dhe keni milan mikrofonat dhe keni marrë të marrë, do shkojmë me 3000 fije ta djalë se na ka kënaq. Shpresoj. Kemi bërë një super xhiro, pam Ranën e Hedhun, edhe këto pjesë fantastike të xhirit edhe të këtyre brigjeve që mbi të gjitha i shijojnë këta njerëz me kontakt të drejt për drejt me natyrën. Kjo është e përditshme për të. Po, më është bën monotone tash. Unë du me pas se si me pas në njëri ma nërë që me na bën ai thjen ai aktivitet më shumë për më dash me më pëlqy. Më pëlqen që se po, më është bën për çdo ditë kjo punë me turista. A kishe punuar në zyrë?
Po as bas. Tetor. Qa është e mua bet, mor? Për të zotë rëziko. Jo, ma bëj kështu më pëlqen mu. Jo, më motër. Çfarë të kishte lidhur brenda o Mario? Për çfarë arsyeja? Bishburgu. Larg qoftë se nuk ta uron. Ajo është, se gjatë tjetër. Jo, mor, që? është gjithçka për mu? A jo veç për mu, por edhe për gjithë që na shohin? Mënyra se si jetojmë jetën, mënyra se si dalim, mënyra se si është e thjesht, është ka shije, edhe me njerëz nga gjithë anë të botës, e kupton, me shumë kultura të ndryshme. Çfarë ka qenë çmenduria më e madhe që ke bërë ti? Me njerëz apo pa vetëm? Se me vetëm Vetëm. Lera mos s'ka të numëruar. Na thuaj një. Kam kanë tu myt në ujë, u zhyta dikun 13 metra ujë. Pas 1 mjet mbrojtës? Me qesh, Mario. Isha tu myt, po. Se me që kem mësuar notin. U gatrova një rrjet aty poshtë edhe dola. Me të vërtet? Sa si e me madhe peshku që ke kapur ndonjëherë? Qa pyetje të bani kja, po ku ma e menon më motër? Deri në 300 kg, 400 kg. Par djeke në zani pesh dikun 25 kg. Veç një kokër. Një pesh që peshonte 25 kg. Po. E kam nxerr edhe te Instagrami edhe. Tani që 2 vajzat janë kopja jote me pasionin për detin, për këto jam dakord. Për ta përmbyllur se unë i pyet zakonisht njerëzit. Historia jote e dashurisë, si ka lindur? Ti ke qenë një djalë deti? Si ke bërë për vete dashurinë tënde? Se di si më ta thonë se ka kënë kohë më parë që e kam harru allon. Kujtosh. Kështu mos si gjitha dashurit mund të më thonë se E ka përballuar mirë ajo çmendurinë tënde? për të thënë drejtën kur ka ardha fërmeje që është me gjitha gjanat kanë shku njerëzit i thonë, po çka ke bërë, ku ke shku më? Po si, a di se kush është mori e çmenun. Ja, sa të thot, jo, nuk i besoj ato fjalë që mi kanë thënë tjerë. Në edicionin e 15 të Coast Trip, për këtë vit e përzgjedhur është Lezhë. Lezhë Shëngjini edhe e meriton sepse ka, unë e konsideroj në fakt si rivjerën e veriut të Shqipërisë. Edhe Velipoja dhe Shëngjini kanë të drejtën që ta gëzojnë këtë nickname rivjerë, sepse mali i Rencit jep mundësinë që të konsiderohet teknikisht rivjerë e gjithë kjo zonë. Pra, kjo bukuri që nga Rjolli deri tek pjesa e qytetit Lezhës dhe duke filluar dhe nga lagunat këtej Kuneja, Vajini, e gjitha kjo është një zonë që është mbreslënse për ato që e shohin nga lartë. Ju keni qenë një nga promovuesit historik të Shqipërisë së parë nga çdo kënd i mundshëm, për mbi të gjitha i parë nga qielli. Veriu ka ndryshuar shumë vitet e fundit. Janë prioritizuar çështja ekonomike patjetër, por edhe turizmi duke tërhequr vëmendjen e ndërkombëtarëve mbi të gjitha në sportin e aventurës. Ju si e keni parë këtë raport me pjesën e veriut dhe sidomos me investimet e fundit që janë bërë në pjesën detare në Rivierë? Outdoori në Shqipëri ka luajtur një rol determinant në promovimin e vendit. Edhe kjo ka filluar që në vitet e para, mbas 90-s. Ne dashi pa dashi kemi bërë PR për Shqipërinë, po se kemi ndjerë me eventet tona. Por e shikojmë që kemi vënë një gur shumë të rëndësishëm në atë murin e madh të propagandës madhe që po i bëhet Shqipërisë. Dhe normalisht jo vetëm sporti jonë, kur them outdoor, për gjithë sportet e natyrës. Ndërsa për pyetjen që më bëre, unë jam vetë i impresionuar tani me edhe shkova e filmova rrugën e re, pra në korridorin që do lidhi pjesën e Velipojës me Shëngjinin, që ai do vazhdoj më tej në Malzi, pra me urën mbi bun. Ai është një mrekulli dhe nga aty ti çdo shqiptar e kam sigur që do shkoj një herë aty. Si puna teleferikut ndajt, që gjithë do e provojnë një herë, të gjithë do kalojnë aty sepse ju e pat vetë. Është edhe alternimi. Edhe këndi që ju pat dy kepet, pat kepin e Rodonit, pat dhe më largë bishtin e Pallës dhe shuheshin dhe kodrat e Kallmit në Durrës. Pra është një gjeografi shumë interesante
vështrimi nga rana hedhur. Duke e parë Shqipërinë në çdo kënd, në çdo cep, në kaq vite eksperiencë edhe me gjithë dashurinë për promovimin e saj, çfarë e dallon ndoshta edhe vendin të cilin ju e nisët sot turin e famshëm, por çfarë e dallon Shëngjinin përgjithsisht nga vendet të tjera që duhet jetë një must, po themi, për turistët që do të vinë? Po Shëngjini është quar për turizmin patriotik, siç u shqua dhe Gjiu i Durrësit, që ishin dy vendet që turistët e shumë të vinë nga, unë nuk i them Kosova, po nga kufiri imagjinar i Morinës, vinë edhe pushojnë në Shëngjin. Por Shëngjini po të req edhe të huaj, pa fund, sepse afërsia me rrugën nacionale, afërsia me aeroport në Rinasit, të qenurit Shëngjini për qytet me status me port, bën që edhe nëse pas nesër këtu të kalojnë të vinë dhe traget apo velierat ndryshme apo jate e tjerë që ta frekuentojnë jo vetëm vëllezërit nga Kosova, por edhe turistë të huaj. Kjo e bën edhe pjesa e kampeve shumë e famshme. Absolutisht. Dhe që do të themi gjë për kamperet. Kamperet ishin dallëndyshet e para në Shqipëri. Edhe më vjen keq po se kamperet gjithmonë vinë. Di si është historia e turizmit këtu. Historia e turizmit këtu me fakt është një kamper na erdhi në vitin 2000 në Dhërmi dhe ai në 2000 na ka ardhur në plazhin e Palasës poshtë, ku tani është Green Coast, na ka ardhur një kamper gjerman dhe unë nuk e harroj se i kam të fotografuar. Edhe më thotë që unë erdha nga toka, thotë se nuk kishte vend në tragetin e linjës Trieste Igumenicë, se pra ato iknin gjithë në Greqi. Dhe duke edhe tha që unë tha ishte bërë dhe rruga bërë një ndalesë rastësishme, po themi. Nëpër Shqipëri ta provoj një rrugën se doja t'ikja në Greqi, por ai ishte dallëndyshja parë, erdhi një herë në Palas, vitin tjetër solli 3 tjerë. Po, një që pyeta unë pak momente më parë kisha ardhur 8 herë në Shqipëri. Po jo, këto sjellin akoma më shumë, PR i jashtëzakonshëm. Edhe më thoshte pastaj që unë nuk i shkoj më Greqisë, nuk shkoj më me traget, vi dhe bëj pushime në Shqipëri. Unë jam në nivel trajnere dhe jam gjithmonë me ankth dhe me ankth në thojza, po të gjithë pilotat që ne kemi në sezon veror janë në gatishmëri, në shërbim të paketës turistike. Kështu që është detyra jonë që kemi bërë të aftë që gjatë gjithë verës qoftë në Vlorë, qoftë në Llogara. Por edhe vendi që pash dje sot, që e pash në fluturim dje, pash nga toka këtë të balkonit të malit Rencit, edhe aty mendojmë që duhet bëjmë një pikë për këto fluturime tandem, dyshe për pasagjerë, për turist. Po, të kështë edhe për veriun pra. Pilotët që vinë të gjithë kanë të drejtën, kanë mundësinë që të kenë një punësim vetë, të dalin në paketa turistike që janë të larmishme në këto vende që thash, se gjithë turizmi është i përqendruar në det dhe paketa turistike fluturime është në Vlorë dhe në Llogara. Mirë, tani do bëhemi gati. Kam përshtypjen që do të kemi. Tani janë 2 nga çunat tonë, janë 2 pjesëtarë të ekipit kombëtar në fakt, është Blerian Braçe dhe Jonathan Islami që do bëjnë një performancë do dalin në fluturim. Këto të dy se do bëjnë një show këtu, domethënë do bëjnë një performancë për ju dhe pastaj me shumë emocion duam që t'i shohim. Në fakt ashtu siç ne shohim nga afër. Është fluturimit, pra me këto vela mund fluturohet nga mali, por ne dalim në fluturim nga toka duke shfrytzuar pajisjen që është motori kurrjes. Pra që ty të shtyn dhe ti ngre velën dhe dalim bashkë me velën lart. E fundit, ke menduar ndonjë çmenduri më të madhe nga këto që ke bërë për këto dekada që të realizosh të vitet e ardhshme? Se mendoj që ky është një pasion. Aktivitete ka sa të duash, ne kemi gjithë objektivi jonë është këto evente që bëjmë, ti bëjmë akoma më të mëdha dhe ky është një event që nga dita në ditë po shtohen pilotët që vinë nesër janë disa për herë të parë. Pra ne po bëjmë një nga sportet, nga turizmet më të vështirë që quhet turizmi kompetitiv. Pra janë kompeticione që bëhen. Pra nuk janë thjesht ture si agjenci turistike që vinë 10 pilotë, i marrim, i bëjmë aktivitet. Kurse këto vinë dhe marrin pikë për kalendare të Federatës Ndërkombëtare. Pra kjo është gjëja më interesante që kemi.
Në Shëngjin vera nuk mbyllet me perëndimin e diellit, kur temperaturat bien dhe freskia e mbrëmjes mbërrin në Bregdet, shëtitoria niset të mbushet me njerëz. Familje me fëmijë, çifte dhe grupe mish zgjedhin të kalojnë orët e mbrëmjes Buzdetit. Disa shëtisin përgjatë vijës së Bregut, të tjerë ndalen në restorante e bare, ndërsa fëmijët i japin shëtitores edhe më shumë gjallëri. Mes pushuesve ndjesia është pothuajse e njëjtë. Shëngjini është një nga ato vende ku pushimet nuk duan të mbarojnë. Ata thonë se janë të dashuruar me këtë destinacion me detin, atmosferën dhe mundësinë për të shijuar një mbrëmje të qetë, por njëkohësisht plot jetë. Si ju duket jeta e natës, pashi po ndalonit rreth atij klubit aty dhe po shijonit atë muzikën? Se vrakt, ma të vjen një manak leve njërë, ma të zezita dhe stopën ndarëm të kikin. Po, shumë mirë këtu, është për mu knuq. Keni ardhur me familjen apo me mish? Po, me familje, po. Sa do qëndroni? Edhe 2 ditë do qëndrojmë, ka 3 ditë që mi orë, 2 ditë do qëndrojmë. Do ja sugjeroni Shëngjinin mishve të tuaj? Çdo njëri, hera parë është që vim në këtu, po shumë mirë është, shumë perfekt. Keni ardhur në Shëngjin për herë të parë? Për herë të parë, po, hera parë. Do të vini sërish, besoj? Gjithsesi, se vrakt ka në kumën a i, këta i sojë në kumën. Okej, faleminderit shumë çuna dhe kalofshi sa më bukur. Faleminderit juve. Natën e mirë, faleminderit. Nga jeni? Nga Maqedonia. Keni ardhur nga Maqedonia në Shëngjin për të kaluar pushime? Pushime, po. Keni ardhur me familjen apo? Me familje, me shoqen. Çfarë është diçka që të pëlqen kaq shumë në Shëngjin? Ma shumë diçka na pëlqen. Po për momentin hotelet janë fenomenal. Pëlqejnë akomodimi? Hotelet janë për momentin bukur, mirë. Si ju duket Shëngjini këtë verë? Mirë. Qa është diçka që të pëlqen kaq shumë? Si të duket atmosfera? Po, gjithçka mirë është, edhe rinina është qytete. Ju nga keni ardhur? Nga Kosova. Nga Kosova për të kaluar pushimet në Shëngjin? Po. Qa është diçka që të pëlqen kaq shumë në këtë vend? Po, se di, nashta që ka shumë rini. Do a sugjeroje miqve tuaj në Kosovë Shëngjinin? Po, bëhen me ardhë, se jo. Si do a sugjeroje me 3 fjalë? Po, vetë shumë i mirë. Si jeni? Si ju duket Shëngjini, atmosfera këtu? Mirë shumë. Ju keni ardhur me pushime? Po. Nga jeni? Nga Kosova. Qa është diçka që të pëlqen këtu në Shëngjin që ti doja sugjerosh edhe miqve tu? Përveç, ka gjithçka që na pëlqen. Shërbimi si ju duket, ushqimi, mikpritja, njerëzit? Mirë shumë, mirë. Do a sugjeroni miqve tuaj? Patjetër që po. Faleminderit dhe kalofshi bukur. Faleminderit, kalofshi edhe ju mirë. Mirë broma, si jeni, nga jeni dhe si ju duket atmosfera këtu në Shëngjin? Atmosfera në Shëngjin, unë e shoh shumë mirë, ka njerëz, shumë bukur është. A zhvillu Shëngjini, ka shumë vite që a zhvillu. Por ka dhe problem se në Shqipëri, po se pate pak mirëqenjen e ekonominë, nuk mundesh me shëtite, nuk mundesh me dal me shëtit, me piset, ka shpenzime jeta në Shqipëri sot. Sidomos në Shëngjin plazh. Ti ke ardhur me pushime në Shëngjin nga je më O jam këtu në Vedali, jam nga Lezhë. Vedali. Po si të duket në ndryshime vitet e kaluara? Ka ndo pak gjallëri? Unë e maj men Lezhë, Shëngjin dhe më thanë që fëmije, maj men, ka ndryshu shumë bukur. Shumë mirë, ka ndryshu komplet. Kam ardhur nga Tirana dhe dua të më sugjerosh një vend shumë të mirë këtu në Shëngjin. Bëhet jeta e natës. Jeta e natës? Jeta e natës bëhet edhe në Tiranë, apo do në Shëngjin? Patjetër që në Tiranë, po unë sot e kam ardhur në Shëngjin. Shëngjin, jeta e natës? Tu apo? Tu është bukur, kjo është patriotim kjo që ka biznesit. Po, edhe unë jam nga ky vend që ky personi ka objektin këtu, është shumë bukur. Do a sugjeroni shpesh Shëngjinin që të vinë dhe ta vizitojnë? Shëngjini edhe Lezhë janë mikpritës. Edhe e kemi këtë traditë nga të parët. Edhe do të mu mundu që gjithë në bashkë do të mi presim çdo person edhe çdo individ edhe çdo shtetës. Jo vetëm kosovarë do të mi prit, por duhet edhe tujt. Domethënë shtetet e tjera si italian, gjerman, polak, duhet mi mirëprit. Domethënë kush ka mirëpritja me çmime standarde. Faleminderit Shka Gjakova për pushime në Shëngjin. Jeni shoqe ju? Jo, jemi tezë mesa. Dal për
shëtitje këtu? Si ju duket atmosfera? Mirë është. Perfekt. Sa është një vend ose diçka që ju pëlqen më shumë ti këtu në Shëngjin? Mirë, nuk është keq. Kam fillu të bëhet gjithçka në rregull, për para kam pak ma. Do ma sugjeroni miqve tuaj Shëngjinën? Po ja sugjeroj. Faleminderit e kalofshi bukur. Natën e mirë, faleminderit. Trëndafila, më duket se jeni treguar romantik sonte me bashkëshortet. Por jemi munduar disi. E meritojnë themu. Gjithsesi, po. Keni ardhur nga jeni? Nga Maqedonia e Tetovës. Keni ardhur nga Maqedonia në Shëngjin për të festuar apo edhe për pushime? Për pushime më shumë. Si ju duket atmosfera këtu në Shëngjin? Mirë është, nuk o keq, mirë. Mirë, pak ma festive, mirë mbrëmje. Sa është diçka që ju pëlqen më shumë ti këtu? Dhem drejtën pastërtia dhe njerëzit. Me thonë është pak më mirë se radhët tjera. Do a sugjeroni miqve tuaj Shëngjinën? Gjithsesi po. Deri të kalofshi bukur, si po ju duket atmosfera këtu në Shëngjin? Mirë jemi, mirë po kalojmë. Nga jeni ju? Nga feja. Si ju duket Shëngjini, atmosfera, njerëzit, pushimet? Shqiptar andej drinit e shqiptar këndej drinit. Ka të shkoj shqiptari s'ka ma mirë. Si ju duket atmosfera? Atmosfera është mirë. S'u ka ma mirë si të shqiptarë, si ndjenë si familje tona, si në vendin tonë. Keni ardhur me bashkëshortet, me pushimet e Shëngjinit? Po me bashkëshortet. Do ja sugjeroni miqve tuaj Shëngjinin? Urdo? Do ja sugjeroni miqve tuaj Shëngjinin që dite ta vizitojnë? Ju thënë gjithë shqiptarëve, ka do që janë postikën e për vendet tjera të vinë në Shqipëri, puto në Shqipëri, lekun talojnë në Shqipëri e jo dika tjetër. Faleminderit e kalofshi bukur. Respekt. Shëngjini këtë verë po tërheq edhe turistë të huaj të cilët kanë zgjedhur këtë destinacion për detin, atmosferën dhe disa ditë pushimi në bregdetin shqiptar. Vi nga Italia dhe kam zgjedhur të qëndroj rreth 7 deri në 8 ditë në Shëngjin. Më pëlqen atmosfera dhe njerëzit, është hera e parë që vi këtu. Romania. Vi nga Rumania dhe do të qëndroj rreth 3 ditë në Shëngjin. Kam qenë edhe vitin e kaluar këtu dhe më pëlqeu aq shumë sa vendosa të rikthehem sërish. Më pëlqen deti, atmosfera dhe fakti që këtu mund të kalosh disa ditë të qeta pushimi. Shëtitoria bëhet pika ku kryqëzohen historitë e pushuesve nga ata që kanë ardhur për disa ditë tek familjet që e kanë kthyer Shëngjinin në destinacionin e tyre të preferuar veror. Në dritat e mbrëmjes me detin në sfond dhe shëtitoren plot njerëz, Shëngjini tregon një tjetër anë të verës, ato që nis pikërisht kur dielli largohet dhe pushuesit dalin për të shijuar natën.